Oliger, propozimet tuaja janë të drejta. Për sa i përket presidentit. Presidenti edhe mund zgjidhet me votë popullore, por Shqipëria është republikë parlamentare. Një president i zgjidhur me votë popullore, në vlerësimin tim, nuk mund të ishte një figurë pak a shumë ceremoniale, simbolike, si që është presidenti i Shqipërisë. Tani unë e kuptoj se president kur e ndëgjojnë këtë fjalë, nuk e pëlqejnë, po ti është figurë ceremoniale, je figurë që për të ndëruar në emër të kombit, është privilegji madh shumë e tjerë. Pra, është diskutuar disa herë kjo çështje, por nuk ka marrë dhe Partia Demokratike mendon të qëndrojë në republikën parlamentare. Për sa i përket prokurorit përgjithshëm, zgjedhja e tij nuk është një praktike e lakmueshme. Pse? Një vend që zgjedh prokurorët janë Shtetet e Bashkuara, po mos harro se Alec Bragg edhe Leticia Jones ishin monstrat akuzës dhe ato bën shembull më i keq i akuzës, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por në botë të zgjedhur nga financimet e Sorosit.